marrëdhëniet do kthehen përsëri aty ku kanë qenë, dhe do të jenë edhe më të forta dhe më të mira. Dhe Shqipëria nuk me Ramën apo pa Ramën? Pa Ramën diskutohet edhe pa Ramën. Rama u konsumua. Rama s'ka çfarë bëjmë më. Çfarë do bëjmë këtu marrëdhënie? Çfarë ka bërë dështim? Rama tani bën vetëm atë rolin e një sekseri në thonjza, për bërë në një marrëveshje për shitur Sazanin e për ato dhe për ta rregulluar me këtë administratë. Po goditjen sipërfaqe mund të ketë nga SBA pra të dukshme? Do të ketë patjetër. Rama nëse mban mend para se fillonin zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara nëntorin e kaluar, ka bërë një deklaratë në Parlamentin e Shqipërisë që është për të marrë në konsideratë dhe të mbahet si vëthën vesh për shqiptarët. Që ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe administrata e Donald Trumpit nuk janë më ato që kanë qenë. Dhe këtë po e shikoni prej nga deklaratat që po bënin në zgjedhje. Nuk ishte më të dilte juridikim edhe të deklaronte se zgjedhjet janë të shkëlqyera, Shqipëria bën zgjedhje të mira, njoja e zgjedhje këto nuk ka me tha Edi Rama këto deklaratë. Këto varuan dhe diqen njëherë për një. Pra, kjo është ajo që është në politikë këto do t'i kapi çdo gjëra. Ai ka kapur këto gjëra dhe i di, por do t'i kapi opinionin shqiptar që t'i di këto gjëra. Po konkretisht flitet mundësia është për non grata apo hetime jo me goni galje, dosje të ndryshme? Non grata nuk mund të shpallin kryeministrin ata, por bëjnë këtë që e bën kësaj radhe nëse e kanë bërë, se këtu flitet shumë që ka pasur rivokim të vizës. E ndalon ardhjen siç e ndaloi Mahmud Abbazit të Palestinës, ja ndaloi edhe Edi Ramës edhe Edi Rama erdhi dot. Domethënë, po të nisemi nga spekulimet, nuk është se spekultare. Po të nisemi nga kjo, ka mundësi të ndodhë edhe gjëra të tilla, që t'i bëjë revokim të vizës edhe kur të la kryeministrin, atëre e bën edhe non grata. Po Rama me sjelljet e tija, me veprimet e tija, me çka ka bën deri tani, është në paradhomën e non gratës. Zoti Sina, dhe diçka të fundit kam. Si është historia e Nixonit që binte kushuri me Lekazokun, Lekën e parë? A është e vërtetë kjo? Po, kjo është e vërtetë dhe është shumë interesante se lidhja e Nixonit me familjen e mbretit Zogu është nëpërmjet familjes së gruas së tij, mbretëreshës Geraldine. Geraldina është e gjaku të Aponi. Gjaku Aponi vjen nga Carolina e Veriut. Dhe lidhja e tyre mbretërore që kanë pasur në atë kohë, lidhjet e tyre e familjeve të rangut të lartë, është ndërmjet familjes Aponi dhe familjes Geraldinos. Dhe në këtë kuadër, lidhja saj, bie kushuri dhjetë me Nixonin. Nixoni Ed Cox, i cili është vendri i Nixonit, ka vajzën e Nixonit, deklaroi aty, tha unë kam në atë eventin që organizoi shoqata shqiptaro-amerikane për marrëdhëniet ndërmjet Amerikës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë. Tha se kam 2 përshjeshje të mira për ju, tha, kam 2 dhurata të mira sot për ju këtu në këtë ngjarje kaq të madhe ku jeni mbledhur rreth 1000 veta. Kam atë përshëndetjen e presidentit Donald Trump që ja uron këtë event dhe këtë Pra mesazh nga Trumpi. Po. Edhe tjetra është që do ju tregoj që lidhjet e Shteteve të Bashkuara, se erdhëm në një pikë që erdhëm dhe tek lidhjet e marrëdhënieve të Amerikës me Shqipërinë. Lidhjet janë lidhje të kahershme. Janë lidhje të kahershme dhe janë lidhje që bazohen në vlerat e të dy kombeve, të dy vendeve, të shqiptarëve dhe të amerikanëve. Dhe kjo ka të bëjë me lidhjen tonë edhe gjakësore, pasi Nixoni është kushuri i 10 i Lekazokut. Pra kjo është e vërtet, nuk është si nëna e Washingtonit që është nga Peja, që qarkulluan lajmet. Jo, nuk është lajmi i atij Pelinçit, i plumb Pelinçit. Nuk është lajm karnavale, është lajm serioz i thënë nga një diplomat
Ai mban përgjegjësi për atë që ka thënë. Zoti Sina, të falenderoj shumë për gjithë informacionet dhe analizën që ndan me publikun ton. Të falenderit shumë, të jam shumë i njohur. Kënaqësia ime, ju uroj gjithë të mirë, mirë pafshim.